dandjan quhet, edhe ne kemi ato pikat energjetike. Domethënë ne kemi brenda trupit ton, kemi një hart, ashtu si është trupi fizik që ka damarat, ne kemi damarat energjik, ky nadis. Ne kemi 72.000 kanale energjike që kanë hartën e vet. Okej. Dhe ne kur fillojmë bëjmë këto ushtrimet e jogës, ne nuk punojmë vetëm me trupin fizik, këto hapen këto kanale dhe energjia qarkullon. Ato akumulimet, bllokimet shkarkohen. Domethënë çdo gjë fillon qarkullon. Dhe ne shërohemi nga gjëra që ndonjëherë shkenca nuk e shpjegon dot. Dhe ne bëhemi mirë. Do të thotë kjo që sepse aty energjia ku ka ngellë është si ai uji që rrin në një vend të qelbet. Nëse ti vetë bën vetëm palestër dhe forcon muskulin, nuk e zgjidh problemin. Okej? Yoga e zgjat trupin, e hap trupin. Pastaj vijnë teknikat e frymarrjes. Aty ku është bër puna me hapjen e trupit, fillon energjia. Ne punojmë me pranën. Prana është energjia kozmike. Dhe ne fillojmë jogit e lashtë kanë kuptuar që nëpërmjet teknikave të frymarrjes ne mund të arrisim këtë energji dhe mund ta drejtojmë në vende specifike, aty ku duam ne ose të shërojmë ose të zgjojmë.